Më provokojnë shumë në punë, duan të më ulin, e të tallen, nga që jam thot më i vogli, ç'të bëj? Të këshilloj që mos i kushtosh shumë rëndësi fjalëve të njerëzve. Përkushtohu në atë punën që bën. Mbështetju Allahut të lartësuar dhe mos haro se çdo njeri që të lëndon një ditë do të kesh nevojë shumë për sevape. E ata që tallen e përqeshen, Zoti i gjithësisë di çfarë thot për ta në Kur'an: "Wailul likulli humazatil lumazah." Mirë për çdo tallës përqeshës. Shiko, atë ditën e gjykimit, nuk ka më me i la hesapet me para. Pra, ka bo pa drejtësi, po t'jap kaq para. Atë ditë, pra nëse ka bo ndonjë të mirë, t'ka bo pa drejtësi në këtë dynjë, t'jep të mira. Nëse s'ka bo të mira, të merr të këqija. Zoti të rujt.